të favorshëm zgjedhor zgjedhje lokale dhe pastaj ka lidhje pas disa muajsh që shkon. Më te presidentja provokon zgjedhjet me mungesën e votave për president. Dhe kështu zoti Kurti fiton pushtet më të madh në nivel lokal. Alibin, arsyetimin për rënje të qeverisë nuk e merr ky. Problemi nuk është ky, është mungesa e votës për një kandidat konsenzual të presidentit. Dhe më pastaj ky del pikë kësaj katrahure që e ka kriju vet, del kogja mirë i pozicionuar. Dhe unë mendoj që kjo është rruga, të cilën ky e përcjell dhe këtë rrugë ja ka çel një lider opozitar, dhe ai lider opozitar është zoti Lumir Abdigjiku. Pra me votën me këtë do ta bëjnë, nëse e bën me kë. Nëse e bën me 3-4 deputet. Gjindën 3-4 deputet. Edhe dihet se kjo është afatshkurtër, por se në fundit kryeministër në detyrë me kryeministër që ka më pak mbështetje, sërish kryeministër është. Kryeministër është me mandat formal 4 vjeçar. Me mandat formal 4 vjeçar, pra është Kurti 3. Tash, pse unë mendoj që është bërë gabim serioz me rastin Rashiq, sepse me votimin e LDK-s. Po, sepse kemi bërë dy probleme. Një, kemi shkaktuar një problem serioz kushtetues. Domethënë kemi hap diçka që unë besoj është gabim serioz politik i vendit, jo i kryeministrit, jo i politikës ditore. Gabim serioz sepse po vën në pikpyetje, shumica po vën në pikpyetje një kushtetut dhe një rregullore të kuvendit e cila ka qenë e vendosur aty për një arsye të caktuar, shumica e minoritetit të zgjedh nën kryetarin e kuvendit. Dhe kjo nuk është, e kam thënë edhe në emisionin e kaluar, kjo nuk është qef i shumicës shqiptare, është obligim detyrë që e kemi përmarrë. Dhe këtë obligim detyrë ne duhet me zbatuar, nëse dojmë me fol për llojin e organizimit që e kemi pranuar me Ahtisarin. Dhe rruga e dytë, kjo ishte qyshe shohën që mund të jetë ky skenarin parë, dhe rruga e dytë që unë besoj gjithashtu që është një skenar për cilin mundemi me fol, është kogja shumë e lidhur edhe me rezultatin e balotazhit. Pra nëse pa hiri nuk kemi qeveri deri me datën 9 nëntor, për një arsye apo tjetër, zgjatja me letra, kjo zhagitje e tjera, atëherë rezultati zgjedhor në nivel lokal në balotazh, unë besoj ndërton dinamik 3 sa i përket formimit të mundshëm të koalicionit qeverisë me një prej dy partive të mëdha shqiptare. Pra, cila do që kalon më keq? Dëshirë e Kurtit apo gjasë reale? Është edhe pozicion politik. Cila do që kalon më keq prej tyre në zgjedhje lokale, po supozojmë që Kurti del fitues në zgjedhje lokale, cila do që del më keq prej tyre është në pozicion që nuk ka fort hapësirë manovruese. Pra, prej një pozicionit humbjes në zgjedhje lokale me shku në zgjedhje nacionale, është jo pozicion fort i mirë për cilën do prej partive tjera politike shqiptare, as për zotin Kurti. Pra dhe zoti Kurti nëse i humbet zgjedhjet lokale në balotazh, themi, sikurse në vitin 2021 ku gjithë ato me cilat ka kandidu në raund 2 ka kalu, si me thonë, me numrat që i ka paramendu, edhe për zotin Kurti kjo është situatë jo e mirë. Për me mbyll këtë lloj diskutimit, unë kisha me thonë që na si politik në Kosovë, fatkeqësisht tashmë jemi te, e thash edhe emisionin e kaluar, dhe tashmë jemi bindur që jemi te politika transakcionit dhe politika taktizimit. Nuk ka prej asnjërit prej këtyre liderëve, nuk jemi tu pa ndonjë temi vizion, mendim për zhvillim edhe kapërcim të problemeve serioze që i ka kjo shoqëri. Dhe përderisa jemi te kjo lloj i lojës së politikës ku e mendojmë se cilin hap në kuadër të mirëmbajtjes një pushteti nivel lokal apo të ndërtimit të një koalicioni nivel qendror, pa ndonjë ambicie, pa ndonjë vizion, pa ndonjë, si me thonë, problem në kokë se cilin kena me zgjedhë si qeveri. Se për shembull, se e pyet zotin Kurti pse na duhet qeveria Kurti 3, unë nuk jam i sigurt që din me na tregu. Çka ka me bëj me mandat? Çka ka me bëj me mandatin i 4 vjeçar? Domethënë, përtej asaj që na shpall prap, që ka armiq të mbrëmshëm shumë në Kosovë dhe që ky është ka më na shpëtuar pi armiqve të mbrëmshëm, përtej kësaj nuk e di çka bën me qeverinë Kurti 3. Çka? A ka më na surprizuar me arsim? Ka ndonjë befasi që na e presim në arsim? Sipas tyre deri tash kanë qenë duke u sliruar nga ata që kanë mbetur nga qeveritë e kaluara. Po, për shembull në Ministritë të Arsimit, pa dashme përmend emra, kanë qenë 2 zëvendës ministra që kanë qenë kuadrat jashtëzakonshme.
Dhe asë njëri s'ka qëndru ma shumë se 2 vjetë. Në Ministritë Shëndetësisë, mandati është i deleguar komplet. Arbenin nuk e di që mirët me ndonjë politik. A i keni ndëgju për 4 vjetë që fletë për ndonjë politik. Do të kthehemi te këto çështje vetëm. Por është me rëndësi më falë, është me rëndësi me thonë se cili është vizioni për qeverin Kurti 3. Çka nuk kupton, çka kena me prit për 4 vjetë e Kurti 3? Ka me shpërndoa vitra. Po tash... Vitra prap. Vitra prap, jemi në fund vitit, normalisht që kemi pritë dhe naj surprizë për Zotit Kurti, sa i përket shpërndojes buxhetit të mënyrë të paligjshme normalisht. Në ato që e thanë bashkë... Është e paligjshme kjo që po bën tash, duke qenë kryeministër në detyrë. Tash, ligjërisht ka bazë sepse merr vendim kuvendi, po në formën dhe mënyrën se si shpërndohen, ka nevojë ndoshta edhe për një hetim pak më detajuar, sepse zakonisht ndahen para fushatës zgjedhore, kur Zotri Kurti ka nevojë për njerëz që ta përkrojnë qoftë për vota ose për ndonjë çështje